nuk e ndau dot kontentin me fasha. Në momentin që për të marrë rastin e fushatave në Amerikë, për shembull, Donald Trump ka pas 50.000 ads të ndryshme për të targetizuar se cilën kategori individi. To ads janë reklama, okay. Po pra na thuj reklama, na thuj over, më thuj mbi 45 vjeç. Jo, dëgjoj kujtim tani nëse nuk i di termin ads, nuk rrimen në këtë tavolinë. Karamuçon, vinte vota diasporës. Krim zgjedhor, po apo jo? Dhe ka pasur kohë prokuroria ta identifikojë si të tillë? Në dispozitat, shiko, ka pasur informacion që për oferta, për premtime, për blerje, madje një nga këto intervista që vjen në televizion ka qenë dhe shifra, diku 400 euro, 300 euro, 500 euro. Ishte një zonjë që fliste... E ke fjalën për Adriana Kalan? Jo, një zonjë që fliste nga Franca, që thoshte për... Por, të parë verifikuar, sigurisht. Ne bëm një ligj, ose më mirë një amendim në kodin zgjedhor dhe e lejuam edhe me akte në ligjore se çfarë do bëhet për votën e diasporës, por votën e diasporës nuk kontrollohet dot. As institucionet vet, as KQZ-ja vetë se kontrollon dot, as qendrat e votimit të KZAZ, as prokuroria, as policia. Vetëm nëse bën një denoncim aty, po edhe ata do ta shikojnë si një proces i cili nuk i përket në kuptimin e jurisdiksionit, por që ne s'kemi jurisdiksion për të jetuar dhe kjo ka ngelur një ngërç shumë i madh. Pra është kësaj radhe për mua ka qenë një eksperiment shumë i rrezikshëm i të gjithë këtyre shtetësve që votojnë nga jashtë vendit. E dyta, ekspozimi i votës. Një provë për herë të parë që sigurisht do shoqërohet edhe më. Shkon një koleg në Amerikë, për shembull, ti mund ta ekspozosh votën tënde, thuaj që po votova për këtë. Ne fshecimin e votës e kemi të garantuar dhe deklarimin e saj o hapin e fletës po të hapësh aty, në qendrën e votimit quhet vepër penale. E kemi këtë. Po, tani ti po e nxjerr në TikTok, po e nxjerr në ata jashtë vendit tas. Po e nxjerr në Instagram, po e nxjerr në Facebook, ato ja për Ishte një sfidë e hapur. Më fal, të lutem, është kështu kryeministri, ishte pak celularin. Vazhdo më lër të bëj punën time. Pra, ne kemi pasur që ka njerëz Karamuço për ta çuar deri në fund që edhe mund të dëgjojnë dhe mund të lexojnë në Twitter. I tundin zarfat, ne kemi prom shaka. I tundin zarfat, tundin letrat, që kanë votuar. Dhe për mua kjo është vepër penale. Pa diskutim. Ai kur vjen apo në jashtë do të hajde pak këtu po, ke konsumuar filan vepër penale, ai hyn njëri jo. Ke ndonjë ide, ndonjë info, po, që kjo do mbahet dhe po mbahen shërbime? Dhe të gjitha, DL-ja ka vonesa është të jashtëzakonshme në kthimin e këtyre fletëve votimit të plotësuar. Dhe kjo do na dështojë procesin. Shiko, diaspora për hiç vërtetës. Deri tani, Klevi, unë nuk e kam parë, mbase nesër do shoh një të fundit, po deri në dështim procesin nuk e dia, mund të konsiderohet. Jo, do na dështoj procesi i votës emigrantëve, jo procesi ndërsi. Procesi i votës emigrantëve, po them dhe unë, duke marrë parasysh që mbi 70% janë kthyer. Mbi 70% po është. Do të thënë janë kthyer mbi 70%.